Mirë se vit në videon tonë. Bëni subscribe. Këto janë seri videosh që unë do të tregoj që do gatuaj, se edhe unë I harroj. Thonë. Sot do bëjmë një recetë grekalaqe. Elare. Po, është, si e thoshtë ajo, ata gruan që e kam parë unë ishte nga Qipra ajo. Zonja Eleni, qiri Eleni. Heleni, e. E, mo, qiri Eleni. I thoni një ja Eleni. Oh, ja, gjyshe. Yja. Ashtu shkruhet? Ja. Edhe sot do bëjmë krema kataifi. Elare. Glema të këta e për. Krema kataifi që do bëjmë. Kadaif me krem, shpërfjesh dhe më dhëmë. Kadaif. Po. Kjo ka pilshi. No, s'kam pirë fare unë. Krem kadaifi. Unë do ta bëj me kremin e kadaifit që do bëjmë. Do ta bëjmë bashkë dhe ta kemi të receta jonë. Me mumë? Jo, do bëjmë bashkë me kamerë. Me jaja Eleni. Yeah. Nëse unë kam bërë një herë, ka dalë super mirë, kështu që Mario vendosi që ta hante sërish për Krishtlindjet. Nuk bja, po e marrë, çfarë bën? Ta hante sërish. Mario vendosi ta hante sërish. Gjisa e mirë është. Ja gzime, një nga bas mirë. Atëherë, do ikësh tash të lutem gjylesh të s'flas do të kur të kam këtu, ik më I qafe. Një si gryk. Unë nga marrë një pako kadaif, I cili është 400 gramsh, një. Duke qenë se ta bëj kadaifin me stika, pistachio, ta një qese me stika. Këto janë stika roasted, po jo të kripura. Ka marrë I qërua me Marion dhe tani do t'i coftoj me thik. Stika I kam këtu po I grimcoj me thik dhe nga këtu pasaj do t'i kaloj te kjo ena, thjesht I kem në një vend. Me atë choperin, është që nuk I dua të mos ndihen të bëhen miell, le të themi. Ideja është që të ndihen edhe të jenë përshtatshme. Unë edhe Mario nuk e kemi qef baklavan, nuk para e ham baklavan, dhe fëmijët tanë jo. Topzat e stikave I preve dhe I kam vendosur këtu. Tani do... Ha, mami. Yes, mami, Santa is coming. Tani do bëj gati shurupin për kadaifin. Receta e shurupit është 2 gota sheqer, 1 gotë e gjysmë me ujë. Mund herën e parë që e provova më doli pak e ëmbël për shijet e mia, kështu që kësaj radhe do I vë pak më pak sheqer dhe pak më pak ujë. Si njësi mason po marr këtë fixhanin e kafes nga IKEA, nuk është shumë e madh, nuk është as shumë e vogël, për mendimin tim është perfekt. Le të themi 1 filxhan e gjysmë sheqer dhe 1 filxhan e gjysmë ujë. 1 e gjysmë. Edhe lemon peel apo lëkur limoni. Duke e përzier që sheqeri të shkrihet sa më shpejt. Shërbeti u bë dhe I kam nxjerrë për jashtë që ftohet. Është Mario po I bën roje. Gjizven do shkri gjalp. Unë nuk kam mikroval. Nuk e përdor mikrovalën, u bë një vit e ca tani që se përdor mikrovalën, kështu që do ta shkrij gjalpin këtu deri në momentin që të shkoj si temperaturë ambienti, por jo të shkrihet edhe bëj bubble, së më thënë. Ky është 200 gram, do heq pothuajse 50 gram që ta vë tek kremi dhe pjesën tjetër do ta shkrij. E shikoni që këto kanë matit, këtu është gjysma 100 gram dhe këtu I bie, kështu që unë po bëj një si tip shenje kështu. O, Bianca, mami, please. Si që thash, diku të 150 do t'i vë të shkrin,
Edhe pjesën tjetër do ja hedhim kremit të kadaifit. Ty. Kështu që këtë e mbajmë akoma në letër. Marrim kadaifin, e coptojmë me duar, edhe vëm në xham, në tepsi. Edhe thjesht e grimcojmë kështu me duar. Upsi. Tani do bëhet çik lëmsh, por që nuk kemi se që bëjmë. Kadaifi që e kam coptuar të gjithin, do t'i hedh stikat. Nuk e di se sa, po do t'i hedh njerë gjysma të shohim. Jo, do i hedh gjitha. Edhe do t'i përzijejmë. O Maria, thua duhet bëjmë më shumë stika mo? Së më duket sikur do bëjmë tjera dhe një tjetër t'ja hedh lartë. Ha? Tani përzijem këto bashkë me stikat, do t'i hedh gjalpin, do t'a vë në furrë, furra është e para ngrohur, gjalpin edhe e përzijem deri sa t'i shkoj në çdo cep. Edhe ta përzijem tani. Tani e përzijem këtë deri sa të lagët pothuajse çdo copë kadaifit me gjalp. Këtë do ta vë në furrë diku te 200 gradë të marrë ngjyrë të mirë, edhe pastaj kur të bëhet kjo gati dhe unë t'i hedh edhe shërbetin, pastaj do bëjmë kremin bashkë për t'ia hedhur. Tupi sa po ka dalë nga furra, e shkupuritan çik. Erdhëm pothuajse në përfundim, kështu që tani do bëjmë kremin bashkë. Kremi është super i thjeshtë. Në një tenxhere do hedhim diku tek një litër qumësht. Një, 2, 3, 4. Dhe hedhe dhe pak. Dhe, si që thash për gjalpin në fillim, që ishte 200 gram, 150 i përdora dhe 50 janë këtu me prafërsi. Tani, duke qenë se kjo është nise shteja ikën pak si çement atje në fund të kësaj tenxhere, se mira është ta shkrim njërë nise shten, dhe pastaj e vëm në zjarr. Përgjithsisht kërkon 4 lugë sheqeri. Mirë, po, si që thash dhe më përpara çdo gjë është relative, varet se sa ju pëlqen. Mund ta bëni me 3, po më pak se me 3, vallai nuk më duket se ngjan dhe aq. Thank you. Më pak se 3 lugë nuk më duket sikur ngjan si ëmbël. Tani që është shkrirë nise shteja, po e ndez në temperaturë mesatare. Zjem gjatë gjithë kohës me tel në mënyrë që të mos ngjitet. Në momentin që është ngrohur kjo, do t'i hedhim gjalpin, double cream, edhe do shikojmë pasaj në fund fare kur t'jetë trashur, sa lugë sheqer, sipas shijeve tona, kërkon që t'i hedhim. Tani kjo është ngrohur disi, kështu që do i hedh double cream. Takoja që unë kam është 600 ml, kështu që do t'i hedhim gjysmën. Kështu që në këtë fazë i hedhim gjalpin. Tani unë do t'i shtoj sheqerin dhe besoj që për këtë sasi duhet i hedh 4, mirë po provoj një herë 3 lugë edhe pastaj shohim. Ha,
Mendoj se e do dhe një lugë. Ademo babi, it's cold over there. Oh, Bianca. Okay, you're gonna catch a cold, thuj. Tani kam hedhur 4 lugë, pak fare më shumë. Edhe mendoj që është mirë dhe s'ka nevojë për më shumë. Edhe kremi u bë. Kështu që tani të ngrohtë do t'ja hedhim kadejtit. Ne me Marion vendosëm që ta bëjmë me stika lart. Mjestika? Dhe mjestika. Kështu që i hedhim stikat. Pa i hedh tani në të nxehtë që të ngjiten. Banda, you're gonna lose this, huh? Bianca, did you find the cookies for Santa, mami? Tani e lëm të ftohet. Normalisht do ta provojmë nesër, do ftohet, pastaj do ta vë në frigorifer. Ikom, është kaos, është shumë vonë sot. Kështu që shihemi nesër me rezultatin. Tani, kjo është përfundimi. Mare, do e provosh një lugë dhe të na thuash si është? Unë e filmoj këtej, se Mare mos e kap këtej, ai e kap andej. E ka dhe këte, unë? Ha. Dale? Prit. Ha. Shumë mirë. Vërtet? Okej, perfekt, bëft mirë. Nuk është as e embël, as e këpëzush, është... Jesi, u mundova të mos i hedh shumë sheqer. Kështu që e aprovoj edhe Mario këtë, është dita e nesër me dallohet. Kështu që bëj një recetën po deshet, edhe bye! Shihemi në recetën e radhës.